E jeni me mua në udhëtimin tim të parë drejt Italisë. Isha më bukur se do e ndaj me koleget këtë udhëtim. Si fillim takoj kolege nga Dibra, kaluam kontrollin së bashku dhe më pas u bashkuam dhe me koleget e tjera të cilat ishin kaluar më shpejt. Hëngra mëngjesin dhe mora dhe një kafe mora në dorë dhe ndërkohë të shkojmë te Git. Isha pa kafe pasi u zgjoj të qenon 5 nga Vlora dhe në orën 8:30 isha në aeroport. Pasi pritëm pak, erdhi momenti shumë pritur. Të hipi në aeroplan. Dhe pikërisht këtu më iku gjithë stresi. Ja dhuroj fluturimet, edhe dhuroj të jem lart në qiell. Ëndra ime ishte të bëhesha stewardese. Po nuk e realizova dot, por udhëtimet sigurisht do t'i realizoj, është objektivi im. Udhëtimi zgjati diku te 1 orë 40 minuta. Wow, çfarë pamje. Për pak do zbresim në tokë italiane. Këtu na pret kolegja jonë që do na marrë me makinë na çojë në hoteli, por unë akoma kisha atë ndjesinë se do më ndalonin në kufi dhe në të dalë, pasi kam ngel me trauma nga kufiri grek. Kush e ka përjetuar atë vështirësitë e kufirit grek, më kupton tamam se çfarë do të them. Rritëm në hotel me 4 yje, Galileo Galilei, ja ku është edhe dhoma, fantastik. Këtu na presnin dy surpriza të vogla, një zarf me mirëseardhje, Tesnet. Dhe këtu dua të theksoj që jemi grupi i parë shqiptar që fituam këtë udhëtim 2 ditor në Pisa. Dhe jemi sinqert me juve, nuk di italisht, kështu që thjesht po ua tregoj. Edhe pse jam duke bashkëpunuar këtu edhe 3 vjet me kompaninë italiane Step, nuk më është dashur, pasi un jam duke punuar vetëm në gjuhën shqipe. Pasi operojmë në 43 shtetet e Evropës, Shqipëri, Kosovë, Maqedoni, Serbi, mund të bëj bashkëpunëtor ose të dërgoj porosi. Si fillim do vemi te kompania ku do bëj trajnimin nga liderat. Jam gati, nëse doni të shikoni më tepër, më bëni follow dhe prisni vlogun e radhës.